Qytetarët e Shkodrës kanë vlerësuar ndërhyrjen për lirimin e hapësirave publike në zonën e Perashit, duke e cilësuar këtë veprim si domosdoshëm pas shumë vitesh zaptimi. Hapësirat e cilët për një kohë të gjatë ishin kthyer në privilegj të pakicës, por i kthejnë qytetarëve duke rivendosur përdorimin e tyre normal dhe të barabartë për të gjithë komunitetin. Banorët tekstojnë se këtë ndërhyrje ndikojnë drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së jetës, rritjen e sigurisë dhe krijimin e një mjedisi më funksional për këmbësorët dhe familjet. Në Andaran e losin fëmijët e shanë të lulishta. Lishtet e lirume janë shumë mirë, tash një ka nevojë të rrjedhonën Perash, i të kam pallatin. Një ka qef me kanë sa më pastër. Bollë mirë po bojnë. Ka nevojë ky popull me bëj fije relaks. S'ke pas ku mendoj. Njerëzit i farë moshe duan me dalë edhe mendoj në fresk. Duan me hingëti se fije sa do pak. Bravo. Duhet me bë. Po. Është nevojshëm. Shumë bukur, punim i mirë, gjë mirë, e domosdoshme. Mirë është. Pse? Se i dalim edhe në rrim mirë atë. Unë për vetëm pëlqen atë që e keni bëju. Shumë mirë. Bravo Benet Beci. Bashkia e Shkodër bën me dije se aksionet e ngjashme do të vijojnë edhe në zonat e tjera të qytetit.